Sepse namazi për shembull afton nuk ka mundësi asgjë me e peshu farzin për flasë. S'ka kantar që e peshon. S'ka kantar që ja tregon vlerën që e ka. Që ky namaz nëse është në rregull, siç ka ardhur në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Vepra e parë për të cilën ka me dhënë llogari njeriu ditën e kiametit ka më qenë namazi. E nëse namazi ka më qenë rregull, fakat aflaha wa najah, do të korë sukses dhe të shpëton e njeriu. Sa punë ti? Ka përcej. Nëse namazin e ka në të rezi, pse e ka vlerën gjigante, madhështore, mas shahadetit, do të namazi ta garanton xhenetin. Ama nëse namazi ka me qeni mangët, fakat khabe wa khasir, ka hum dhe ka dështu. Andaj namazin nuk ka mundësi kukush me vlerësu që fa vlerë e ka. Pra atë shkak, ti o vlla i dashur besimtar i ri, edhe ti motër e nderuar e re, që jeni besnik edhe jeni serios edhe jeni sinqert me namazin, dijeni se jeni të e bon një vepër shumë të madhe, që askush për njerëzve nuk din me vlerësu, as nuk mundet me vlerësu, atë ka mundësi me vlerësu vetëm Rabbul Alamin. Jo rasisht, edhe për veprave më të mëdha mas shahadetit në Islam është namazi. Edhe për atë shkak, kush shkon te Allahu me namaz, ka shpëtu, kad aflahal mu'minun, alladhina hum ala salawatihim khashi'un, kanë shpëtuar besimtarët ata që kur e falin namazin, e falin me frikë respekt, pastaj e ditë wa ala salawatihim daimun, ata që janë të rregullt në falin namazit e kështu me radhë. Është vepër gjigante madhështore. Edhe ai që i rrin besnik namazit, shumë ma let i ka mi bo vepra tjera. Dhe ai që e dridh pozitën e namazit në zemrën e tij, edhe në jetën e tij, për punët e tjera mos e vet e ka mi dridh edhe ma let. Edhe pra të nësi o gjallar, në të korët e fundit, vazhdimisht flasin për namazin. Edhe kam dëshirë që edhe ju të gjithë që jeni në xhami, me gjithë familjarët e ju, me gjithë shokët e ju, me gjithë akrabat e ju, katë shkoni, katë shifeni, 2 sene timoni e para, vetë të falni namazin kur mos të lini, edhe dyta për herë atyre të falni për namazin. Që çuditemi, kur shkojmë në park, carajt shumë dillën, i shohim musliman, grupe të falë, një këtune, një ati, bëhet carajt, aq familja sa ka, aq xhamatet të e falë namazin e drekës apo që nisë për janë atë. E jo tjera e zani i drekës edhe i që nisë, e ti njëzit shtrim e kukush më shotë ta adhuroja Rabbul Alamin. Kur shkojsh punë me këtë kolegë, veç për namaz folu. Vetë falë namazin dhe folu. Në të vjen dita, mas një muje, mas një vjeti, mas 5 vjetëve, këtë kolegë të tuat në punë ta falin namazin. Pasha Rabbul Alamin, çfarë kënaqësie kime ndi ti? Kur shofsh për shembull këtë kolegë e punës tonë 5 vjet apo 10 apo 15 apo 20 të fal 5 kohë namazit, edhe më shumë, jo edhe më shumë, pa krahasim më shumë kimu kënaq. Kur shkojsh në xhenet me sevapet e mëdha që kemi marrë për shkak të namazit, që u bën sebeb ti ata më e fal. Mos vjerë marrë me fol për namaz. Mos u ngushto me fol për namaz. Mos e li veten të prapambetur se fol për namaz, përkundrazi. Me krenari të madhe, me edukat të madhe, me kultur të madhe, me urtësi të madhe, me butësi të madhe, fol vazhdimisht sabah, drek, në akşam për namazin. Se është për adhurimeve më të mëdha. Mas shahadetit, nuk ka adhurim i cili do të garanton shpëtimin dhe fitimin e xhenetit për besimtarin, sikurse është namazi.